establishmentit e vjetër politik, se këtu nuk jemi as për njërin nga ne, as për tjetrin, as për grupin organizator, as për grupin koordinues, por jemi vetëm për kërkesat e gjithë qytetarëve shqiptar. I përsërisim dorëheqje e pa negociueshme e kryeministrit dhe e gjithë qeverisë. Krijim i një qeverie teknike tranzitore me një mandat 12 mujor. Ndryshime kushtetuese ku të gjithë shtetasit shqiptar të jenë të barabartë para ligjin, si dhe miratimin e kësaj kushtetute të re me referendum. Ndër të tjera, në kushtetut duam të sankcionuar ndryshime në kodin zgjedhor që t'i lejoj gjithë secilit qytetar shqiptar garë të drejtë dhe të barabartë. Ndryshimin e ligjit për partitë politike, për demokratizimin e detyruar të tyre të brendshëm dhe për financimin e partive politike. Kufizimin e ushtrimit të mandatit të kryeministrit në maksimumi 2 mandate. Gjithashtu, por jo më pak të rëndësishme, anullimin e ligjeve të cilat kanë masakruar natyrën dhe zonat e mbrojtura të Shqipërisë. Për ligjet për zonat e mbrojtura, për trashëgiminë kulturore, paketën e maleve, anullim, paketën e investimeve strategjike të anullohet. Pra kjo nënkupton një kontratë të re sociale midis qytetarit shqiptar dhe institucioneve të shqiptarëve. Ju falemderit. Veç kësaj, më lejoni t'ju them se shqiptarët nuk do të tolerojnë më këta njerëz të korruptuar të cilët kanë zënë tashmë vend e nuk shkulen nga karriget e institucioneve shqiptare. Dhe për shkallëzimin e shqiptarëve do të shkojë deri në bllokimin e institucioneve në qoftë se këta pushtetarë të korruptuar do tentojnë të vazhdojnë të uzurpojnë ato me dhunë. Ju falemnderit. Ftoj pas qytetarët të mbajnë fjalën e tyre. Këtu jemi gjithë të lirë të shprehemi dhe këto idetë që kemi shprehur do të vazhdojnë të pasurohen. Si Dorela. Por shumë se 3 javë pas të kemi nisur këtë protest të gjithë shoqërisë shqiptare, them se jam shumë krenare të ky shoh sot shesh një shoqëri që nuk e ndal as shiu, nuk e ndalin as presionet politike.